Kandidati i Partisë Socialiste Besmir Lesha po vijon takimet me biznesin në Shkodër. Zhvillimet që kanë prekur qytetin gjatë 2 viteve të fundit kanë dhënë efektin e tyre dhe në rritjen e performancës së bizneseve, në prezantimin e tyre si pjesë e Shkodrës dhe në marrëveshjet me klientët ndërkombëtar. Vetë drejtuesit e bizneseve edhe në këtë takim shprehën se zhvillimet pozitive për Shkodrën duhet të vazhdojnë. Njihena mirë pse se shohim ndryshime që ka qyteti jonë këto 2 vite. Dhe pra për Shkodrën vetina shkodrane dhe domethënë kënaqena kur shohim një ndryshim, kur shohim një punë të re, një hyrje të Shkodrës që po mendojmë që po bëhet një ndryshim i bukur edhe jena super të kënaqur. Mundem të them që shohim një kënaqësi, një ndryshim, një qetësi, një ecje i firma përpara. Na dritën një shile si thënë. Na prandaj edhe ty të urojmë shumë faleminderit, e vlerësoj edhe ne të vlerësojmë shumë se kena opinionin më të mirë për ty. Edhe të urojmë o Zot vetëm suksese. Inshallah ju ecë more edhe me mbështetjen tuaj, inshallah po bëjmë prapë gjëra të mira për Shkodrën. Edhe ti përfundojmë këtë çikoj nis. Po inshallah. Ju ecë more, faleminderit shumë. Faleminderit. Gjatë këtij takimi, kandidati Besmir Lesha mori mbështetjen e punonjësve si përfaqësuesi i tyre i ardhshëm në Parlamentin e Shqipërisë. Ata vlerësuan kontributin e tij si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik, por mbi të gjitha si një djalë i Shkodrës.